Pistoletën e kishte pas kokës, por arma nuk u shkre. Këto janë pamjet e tentativës për të ekzekutuar Ermir Kërtezin, i njohur edhe me identitetin si Mir Bitoci në qytetin e Elbasanit. Atentati i dështuar u shënua në ambientet e lokalit Art Coffee Bistro, ku kamerat e sigurisë fiksuan të gjithë ngjarjen. Ermir Kërtezi, rreth 50 vjeç, ndodhej brenda lokalit dhe në momentin që po largohej, ndalon në trotuar, por duket sa ai ka qenë në ndjekje. Një person i identifikuar më pas si Poli Boriçi, i cili qëndronte në një tavolinë me një grua, ngrihet menjëherë pas tij. Ai fut dorën në një çantë të vogël, nxjerr një pistolet dhe ja vendos pas kokës Ermir Kërtezit. Ky i fundit, sapo e kupton, me një lëvizje të krahut arrin ta largojë armën dhe largohet me shpejtësi. 52 vjeçari Boriçi duket qartë se tenton ta qelloj sërish, por arma nuk shkrep. Burimet thanë se pistoleta i kishte ngecur, një defekt që me gjas i shpëtoi jetën Ermir Kërtezit, i cili u largua me shpejtësi nga zona. Autori i atentatit e ndjek për pak metra dhe më pas rikthehet sërish në lokal, ku klientët e shumt që u bën dëshmitar okular të ngjarjes mbetën të tronditur. Policia e Elbasanit thotë se fal reagimit të shpejt arriti të lokalizojë dhe arrestoi 52 vjeçarin Poli Boriçi, të cilit ju sekuestrua edhe pistoleta me të cilën dyshohet se tentoi të vriste 50 vjeçarin Kërtezi. Ermir Kërtezi, sipas burimeve, jeton prej vitesh jashtë vendit, por emri i tij është përmendur gjatë trazirave të viteve 1997-2000 në Elbasan. Motivet e atentatit janë ende duke u verifikuar.